Gjendet pa shenja jete 23 vjeçari në Tiranë dyshohet të jetë vetvarur. Një 23 vjeçar është gjetur i pajet ditën e sotme në banesën e tij. I riu është gjetur pa shenja jete rreth orës 7:30 mëngjesit, ndërsa dyshohet se shtetasi me inicialet BA mund të ketë vrarë veten. Ende nuk janë të qarta rrethanat që kanë çuar të riun drejt kryerjes së këtij akti ekstrem, ndërsa hetimet vijojnë për dokumentimin e plot ligjor. Më datë 10/3/2025 rreth orës 7:30 në Laknas është gjetur i pajet në banesën e tij shtetasi BA 23 vjeç, i cili dyshohet se është vetvarur. Punohet për sqarimin e rrethanave të rastit, thuhet në njoftim.